Një djalë çdo ditë sillte një trëndafil mbi varrin e motrës. Kur një ditë supa më, njerëzit u shqetësuan. Në vendin ku ai zakonisht ulej, gjetën një trëndafil të egër që kishte mbir vetë. Të gjithë thanë, ndoshta dashuria ka rënje që as vdekja si pret. Pas asaj dite, askush nuk i preku më ato lule. Edhe në dimër, kur bora mbulonte gjithçka, trëndafili qëndronte i gjallë, si një zemër që refuzonte të ndalej. Fëmijët e fshatit filluan të sillnin ujë për ta ujitur, dhe çdo herë që dikush e prekte, një aromë e butë shpërndahej në ajër, si kujtim. Një natë, një grua e moshuar pa në ëndër motrën e djalit. Ajo i tha, thuaj u njerëzve të mos qajnë. Ai s'është larg, më gjeti, dhe tani jemi bashkë. Kur u zgjua, ajo shkoi te varri. Trëndafili kishte qelu më shumë se kurrë, me petale që ndriçonin nën dritën e hënës. Që prej asaj dite, njerëzit e quajtën trëndafili i shpirtit. Ata thoshin se kushdo që ndalonte aty, ndjente paqe, si të kishte përqafuar dikë që i mungon. Dhe çdo pranverë, kur lulëzonte përsëri, era përhapej në të gjithë fshatin, si një kujtim që përshpëriste. Dashuria e vërtet nuk vdes. Ajo thjesht mbi në vendet ku zemra ka rënë.